Mirëmbrëma të dashur miq. Mirë se vë takuarni edhe sonte në emisionin Sui Generis. Si çdo të premte që jeni mësuar të shihni gjëra nga të pazakonta, të tillë do e keni edhe sonte. Këtë premte në emisionin Sui Generis, të ftuar e kemi ish pjesëtarin e UÇK-s, i cili merret me operacione të ndryshme të kërkim shpëtimit të njerëzve në Kosovë dhe jo vetëm. E përveç mysafirit në studio, do e kemi edhe një histori nga tereni, 5 vjeçari i cili njeh më shumë se 25 lloje të veturave. E të gjitha këto do i ndjekim pas pak. Të dashur miq, jemi pak të bashkë me Ridvan Tahirin, një person i cili ka shpëtuar shumë jetë të ndryshme, punë kjo më shumë se sa një profesion. Ridvan, mirë se na erdhën në emisionin Sui Generis. Mirë se jeta, faleminderit për ftesë. Është kënaqësi të pas në studio edhe përshpresojmë që edhe të emisioni Sui Generis me pas një herë këto në të prezant. Ridvan, apo na tregon fillimisht çysh erdhi ajo aftësia që kemi me gjithë kërkim shpëtimin e njerëzve, se deri më sot e dim që ka një numër goxha të madh që keni gjithë persona të zhdukën. Çysh e ke pas atë aftësinë? Kënaqësi është edhe imja pikë parë mos më shumë një hero, se nuk jam vetëm unë në atë grup. E kuptoj me destinë tonë, por që për neve në vërtetë herojtë e grupit kërkim shpëtimit. Ne kemi kriju grupin qysh me një rast parë 2019-s. Kemi qenë përbom një grup e policëve dhe ushtarakëve jashtë detyre. Tani ndërkohë sipas ndihmave, nevojave që kish nevojë një familje për një të zhdukur, e kemi zgjeru grupin, edhe kemi kriju si grup vullnetarëve. Ne veprojmë pa interes financiar, politik apo fetar. Thjesht i dalëm ndihmë një familje që ka nevojë për neve. Sa është seduse një punë e tillë? O shumë e madhe, se të veprosh në teren të hapur, sidomos natën me kohë, me shi ose me ftoft, nuk është edhe lehtë. Po gjithmonë bën ai motivimi, ai krenaria jote që të bëjmë diçka për këtë vend dhe kodin e kena pas grupit e atë shërbejmë vendit. Është krenari, është sfiduese puna që e bëjmë, nuk është punë e lehtë. Po nisëm nga ajo që inshallah e gjejmë gjallë. E kur e gjejmë gjallë, atëherë na rritet edhe më shumë krenaria dhe jemi të gatshëm për intervenimin e dytë. Patike që jeni me një grup, sa persona punojnë këtu vullnetarisht? Stafi Dhe që keni nisë me formu këtë grupin, se fillimisht po besoj që keni nisë vetë iniciativën, mandej ju kanë bashkangjitë edhe personat e tjerë. Tash më herët ka qenë një thirrje ime nëpërmes rrjeteve sociale qysh në rastin e parë në vitin 2019, ku janë bashkangjitë shumë vullnetarë, djem 30 vajza të reja. Thash, policia është detyrës edhe ushtarët FSK-s. Tani me kohën e kom kriju si grup të kërkim shpëtimit, po i kom përzgjedh më të mirët. Domethënë njerëz që njohin në fushën e sigurisë, njerëz që janë përgatitur fizikisht mirë dhe njerëz që normal bashkëpunojnë me grupin, kanë disiplinë në grup. Stafin e vullnetarëve kam i cili përballet prej 9 personave. Domethënë secili ka punën e ndame. Në grupin e stafit e kemi edhe psikologën, Albresha Verishën, e cila e ka një rol jashtëzakonisht veçantë grupin tonë. Tani kanë vazhdu bashkangjitë si vullnetar. Vullnetar kemi në gjithë Kosovën, me mia. Po grupi kërkim shpëtimit është pak më i specifikum për arsye se kemi më trajnime të paskoshme se si duhet kërku një rinë në natyrë, fushor, malor apo urban. Çfarë moshe ka grupi personave që keni ardhur atje kanë shpreh dëshirën, vullnetin për me qenë me juve? Më i moshur jam unë. Të gjithë i kam 3. Janë 20 vjeçë përpjet. Kjo tregon sa edhe zemërgjer i kemi kosovarët apo jo shqiptarë Po, shqiptarët e Kosovës edhe gjithandaj me të vërtetë janë popull human. Një grup goxha i madh i një kërkim shpëtimit, dëshirës, vullnetit, çysh nis me kërku një person në rast të zhdukjes? Nëse zakonisht e kam thënë edhe më herët në intervista tjera, 2 prej grupit i vëzhgojnë rrjetet sociale. Edhe i kemë numrat të cilët mundem me komuniku. Momenti që na vjen një mesazh që i lypet ndihmë për një familje, atëherë i kemë ato pyetjet tona që e bëjmë se çka vuna, është i smut apo është i ri i më shumë. Edhe normal, merret një deklaratë familjare, konsultohem me policinë e Kosovës, nuk veprojmë pa lejen e policisë së Kosovës. Domethënë gjithmonë në bashkëpunim me policinë. Ata shkojmë familja dhe marrim një deklaratë pak më gjerë për personin, se si duket, nga çka vuan, çfarë smundje ka, çfarë barna shpërdor, është alkoolik apo jo. Edhe vazhdojmë. Ne bazohemi më shumë për fakte
fizike se kush e ka po e fundit edhe cilën pjesë ka lëviz për herë fundit. Ka shumë bizmene që na ndihmojnë me kamerat, dyqanet, bizneset vetat vogla që i kanë. Do më thonë, kur t'i ofrojmë një ndim, nuk pritojnë në edhon me gjithë dëshirë. Ka dhe bizmene që nuk na lejojnë as mu ofër objekte të tyre, edhe pse ne kërkojmë ndim, si që kemi rastin e Vushtrisë, rasti i fundit që është gjeti e vdekur në një fushë të Biliqit, pikërisht kanë qenë ato kamerat që në kanë banu se kemi mujt me gjetë gjallë. Sa persona i keni gjetur sot? Harrova me marrë fetoren me vete. Nështë s'kesh me përmend me numër, sepse puna ju i bëhet vullnetare? Jenë dikon 7-8, kemi hasë në vdekun, ku ka qenë e dëshpërimi total i grupit. Dhe me thonë të kërkosh një person një muj ditë. Edhe në fund dorëzohesh se nuk ke mod dëshmi fakte se ku me lyp. Dhe gjetet mas një dite, mas e ndërprejnë misionin, gjetet e vdekur e është dëshpërim total. Ku nisë të për vetës edhe komplet grupit. Na familiarizohëm me rastin. Qëta pjesar që e lypo me konsiderojmë si pjesar të familjes tonë. Nuk o letë me gjetë një njëri të vdekun edhe pse duke i mojtë në shpresë dhe familjartë dhe grupin që si pas dëshmive që përna i frënë qytetarët e kemi ofër dikon. Unë e nisën nga ajo, me të vërtet kam qenë dyher shumë i dëshpëm. Nuk ka qenë letë. Po kur ta gjetë gjallë, thash edhe më herët është gëzimi më i madh që mund të më përjetu një njeri. E shohim edhe në video të ndryshme kur e gjeni një person, e shohim sa ndjeni mirë, sa ndjeni pozitive është kur e keni gjetë një person edhe keni gjetë të gjallë. Qysh është komenti e grupit me cilët ju bë pjesë e grupit juaj, janë vullnetar, ka pas prej tyre që i ka ardhur vështirë dhe ka thonë po dorëzohem se s'po mundem më ne këtu në këtë grup. Ndoshta e ka pas shumë të vështirë për shkak të kërkim shpëtimit të njerëzve. Jo, ka qenë pikërisht një rastimi, ku sot do të vuj nga lëndimi që e kam në kom, dhe s'kam çfarë për në një operacionit shumë të vështirë. Ka qenë rasti i parë kur jam lëndu me një zonë të ashensorit gjatë kërkimit një personit zhdukur, po flas për vitin 2019. Kam marrë nga zona ashensorit prej katit dytë. Do të thonë ka qenë ndërtesë në ndërtim e sipër. Në atë moment nuk i kam një dhimt, po të hec e vrej që nuk e kam kamën mirë, edhe më nalë. Njënë në mbike, aqë gjuna për i grupit, milion vetë, që gjithë më varshin për meje në të ditë, për asyri se shkriju grupi edhe, këshin qef me pas një ta quaj lider që u dheq. Edhe i thamë besit apo hajrës nuk kom kujtohet, vazhdoni se nuk po mundëm. Pse? Kërja të regoj komën, koma vesh më vish aj, nuk mundëm me vazhdu. Ka më dhimë njerëzakonisht madhe. Atëherë thana se ndërprejnë të ndërprej mëna. Grupi u dëshprejke në moment. Kumë thonë vazhdojmë. Kumë vazhdu me dhimt, vetëm e vetë mos milat a djemë vetë. Ka raste kur dëshprohemi, kur lodhemi prej shiut ose për ftoftit. Ka raste edhe kur me të vërtet vetë jam smu. Rastin e fundit në Vushtri, ishte një shi jashtëzakonisht i madh, një ftoft i madh. Dhe u smua shumë keq. Më dash spakti 10 ditë me najt i shtrim, derisa ku morr veten. Po nuk i kum lënë djend ndonë aman, vazhdon misionin derisa të ngritem unë. Po nuk zgjati misioni shumë edhe gjatë personi po gjatë vdekur. E di që sigurisht për juve ka qenë goxha vështirë me marrë një lajm tillë. Po që urojmë që to të jenë të fundit ato që i merrni ju. Me qimi të kjo pjesa e ndihshme, cili ka qenë rasti më i vështirë që jeni hasur i thash. Qoftë për nga ana e motit, qoftë për nga ana e ndjenjave, emocioneve. Të rastet vështira kanë qenë gjitha drita, po rasti më specifik që mundem me përmend ka qenë rasti i Janit nga Malisheva, Voglushit. Edhe pse ka qenë një teren jashtëzakonisht i vështirë, po ka qenë moti i mirë. Me kohë të mirë, kohë vere, po ka qenë mal jashtëzakonisht i rrezikshëm për vullnetarët tjerë që se kanë njohur terrenin. Unë sot edhe shumë herë atëherë kam falënderuar gjithë banorët e Malishevës, sidomos vullnetarët dhe vullnetarin zotin Kryeziu i cili ka rrit tash i pari. Fëmijën atë natë kur kemi marrë lajmin, në fakt e kam kontaktu mas pari Arbreshën, psikologin e grupit, që është një rast jashtëzakonisht i ndihshëm, edhe duhet mobilizohemi shumë shpejt.
mobilizimi ka qenë jashtëzakonisht i shpejtë, edhe mobilizimi i madh për gjitha visëve të Kosovës. Thasha më herët jashtë misionit më ka ardhur një çift për Gjelonit, Fejun, djalë dhe vajzë, 3. Dorë për dorë, thotë kemi marrë dhe ekstra nga Gjeloni, vetëm i bashkangjit grupit vullnetarëve. Atë natë kemi marrë leje për policisë, Maleshevës. Ka qenë pikpyetja po na lënë më operu apo jo për arsye të errësirës të madhe. Qëllimi jam dhe i grupit tim ka qenë atë natë më fut mal me leje apo pa leje. Mitrem, mitrem kafshë e egra që mos me sulmu fëmijën, se nuk di shumë ende se në cilën pjesë të malit është. Kemi kërku zbashku, si zakonisht nuk kam rregulluar, ta kemi një familjar afër grupit tam. Po atë natë kemi qenë një zakonisht shifër madhe vullnetarë dhe mi ndonë shumë grupe. Dhe kemi hi malet me pastru me ndryqim, me mjetë gjipa, motorra, me batari dore, vetëm që t'i largojmë kafshë e egra. Edhe nërse nuk e gjojnë fëmin, ta kemi një qetësin mal. Kemi kërku deri në 7 mëngjes, ta natën, atër ka ardhë një informacion se po kyqet edhe ushtria e vendit, edhe pse ishëm në bashkëpunim me policinë dhe zjarë fikst e komunës Maleshevës, momentin që vje ushtria u ndërzohëm. Nuk du të dalë para ushtrisë, para policisë nuk kam qef me dalë, po jemi konsultu me prorë të FSK-s, që për këti momentit komplet grupi vullnetarëve ka lënë komand juaj. Atër ka qenë i bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë, është bërë një plan operacional pak më i gjanë, për arsye se vetëm shkon të rrit të shifra e vullnetarëve. Dhe rritet gjendet me sukses, edhe pse na vazhdojnë shpresat. Po kur është gjetë jani, gëzimet më shumë pas kur njëtë, si me gjetë një fëmijë tam. Sigurisht që janë emocionet që bojnë për vetje edhe mirë që... është një... Unë jam prind vetë kam fëmijë. E me tup fëmijën ditë sodit, vetëm prindit dhe se që shenin vetën atë momente. Prindin e tjonit të kom posë në stëp ofër me edhe sari shikon shëftyr u prejshin kamët për i dhimtës që e kishtë e në trup dhejtë. Po një në nëmë më mbjap ke shumë energji për arsye se keme boqë që mos me gjithë. Fëmija është diçka i veçantë, bëllëm gjitha rastet janë specifike për grupin e kërkim shpëtimit, po Tjani nuk ka rrikur. Urojmë që Tjanit këtë jetë gjatë dhe të shëndetshme. Rivan, që ka bëni në ato momente, që ka ju sugjeroni familjarëve, se etike që kur të nisni një kërkim shpëtim, gjithmonë keni me vetë një familjar të personit me cilit është shtu. Që ka kërkoni prej familjarëve në këtë rast? Rastet e të moshuarve cilët janë me smundje me harres, ju këmë thonë, edhe ju thonë prapë dhe në përmes misionit juaj, që të kenë se më shumë kujdes për ta. Me të hupë, një më shumë po e marë si në Prishtinë, që është një qytet jashtëzakonisht i ngarkuar, nuk është edhe lehtë me gjetë në kërkim urban. Ju këmë jap këshilla se si do të kujdesur për një person me smundje me harres. Te fëmija është fëmijë, ka fëmijë që janë jashtëzakonisht energjik, si qifti i Tjanit, një fëmijë që s'mon e man dorë. Po nuk i faj se në shumë komente ku më lexuar është faj nana ose baba, jo nuk është faj se kërkur s'ka qef një fëmija. Ndodh, mund më ndodh edhe mu, edhe gjithkujt tjetër. Fëmija është sekond hup. I kom këshillu që me pas kujdes, sidomos në për vendet malore, ku kanë edhe puseta, që është rreziku më i madh për fëmijët. Në dyshimin e parë e kemi pas në për puseta të fshatit, se nëse ka raqet është mund me konë me fatalitet. Po ndodhin. Nuk jem edhe ekspert i anës shëndetësisë, po ka njerëz me harres, kemi rastin e Drenisës, ku me të vërtet 10 ditë kemi kërku pa ndërprej. Po shqyqyr Zotit të rezultoj minutat e fundit gjetët e gjallë. Ka qenë, me thonë, me fat, edhe aja edhe na. Se në njërën që kemi gjetë, thuje që ka qenë total pa vidije. E vdekur. Në rastet e tilla sigurisht familjarët ata që ndihen shumë keq, ndihen ndoshta edhe
Domethënë veprimet e tyre ndoshta janë edhe të pakontrolluara, çka ju sugjeroni, çka I këshilloni ata, përveç kujdesit që cikla më herët, si kontrolloni gjendjen e një personi të familjarit, se e di që ata ndoshta kanë shumë vështirë me I kontrolluar emocionet, ndjenjat e tyre, sigurisht po I mbet në grupi jonë dritë I ka secili detyrat e ndame. Ne e bëjmë planin para se të fillojmë operacionin e kërkimit. Po gjithmonë e thamë, në rast se hasu me një trup, qofti gjallë apo I vdekur, mos t'i afrohëm të gjithë. Njëri prej neve ka më shku mja mot pulsin dhe me këshyra është gjallë. Rrëthohet vend dhe nuk lejohet asnjë pjesari familjes më afru për arsye se më kuptoj emocionet. Ku pas shumë raste ku nuk I kum leju familjarët më afru derisa e kemi kontrolluar se çfarë gjendje emocionale apo shëndetësore kanë në moment ta quaj viktima. Ka pas raste kur nuk I ka njoft familjarët e vet. Sipas psikologës, dhe shumë ishti me komuniku, me kështu gjendjen emocionale që është ka dhe kemi pyet apo njef, jo. Familjarët kanë zakonisht emocionet të gëzimit, unë I kuptoj, po ne kemi si rregullore që mos t'i lëmë më afru ose me prek ose me kap me shtrëngu që kemi zakon, ne si popull, jo derisa ta konstaton ose derisa të jem mjeku apo ambulant apo policia. Kurse në raste kur I gjem të vdekur, edhe këto kam në rregullore, që mos afrohet askush 20 metra. Duhet të rrethoku mirë vendin ngjarjes, mos të lëmë në gjurmë, derisa të vinë organet kompetence që me po vendin e ngjarjes e trupit për arsye se nuk dim çka ka ndodhur, nuk jemi na ata që mundem me zbulu, se si ka deri te ato. Derisa nuk kemi pas telashe. Kemi pas raste ku kemi gabu që s'kemi intervenu me kohë. Për arsye të ngrumbullimit të informacioneve. Ne nuk veprojmë vetëm hajt. Ridvan, e cike që mrena grupit, dilin në ndihmë personave që zhduken, humbin, po çka nëse një qytetar rastisht duke kaluar se diçka, gjen një person që mos qoftë ajo, po e gjen të vdekur apo është që është zhdukur se diçka. Çka duhet të veproj ai? Me ato që po them atë rastin amater, rastësi. Si duhet me vepruaj në këtë rast? Kemi pas në një rast ku e kanë gjetë e ka qitë një portal një fotografit një grus me një fëmijë të shtrirë në tokë në Prishtinë, që ishte një fotografi fake. Edhe është alarmu I gjithë grupi vullnetarëve atë natë. Gjithmonë kanë kërku kush e ka jap lajmin I pari. Kush e ka thirr policinë. Unë I kum këshilluar edhe më herët. Çdo gjë që shihni në rrugë, po I flas tash me këtë, po I flas qytetarëve të Kosovës. Nuk është marrë, nuk është as shpionazh. Me thirr policinë, me thonë jam ka shon një krim në rrugë ose jam ka shon një person të vdekur apo të shtrim. Shumica thonë hajt mos po më intereson. Është ndihma më e mirë që mundesh me ia bë edhe shtetit, edhe qytetarit. Çka do që shihni në rrugë? E shihni një person të moshuar të shtrit apo një fëmijë pa prind pa kërkan për dorë atë ofrojnë ndihmë. Ofro bisedë me ato. Thirrë policia. Policia për këtë punë është. Unë thash më herët. Ne kemi marrë shumë komente lavdruese në për faqet tona të internetit, po kemi marrë edhe shumë fyse. Dërma fyset që nuk mundet një dorë njeriu të më shkruaj. Po ato nuk mbajnë më zbras me hapa. As nuk mbajnë më dëshpëruar. Gjithmonë tham falë Zot se nuk di. Ridvan, të kanë bashkangjitë fytyra të njohura publike, vullnetar jashtë grupit me cilët I ki, so ka qenë ata të gatshëm me ju përgjigjë thirrjes tonë. Gjatë kohën e pandemisë, tash po bëhet një vit. E kam thonë edhe më herët. Kam pas shumë njerëz fytyra publike që na kanë ofruar donacion për me shpërndon ndihmën në mesin e qytetarëve. Nuk po të flas për Hoxha Alil Kastratin se më fol për to. Ai ka është numër 1. Na duhen emisione të tilla për m'ia kushtuar. Hoxha është numër 1 me Hoxhën ku më bashkëpunuar gjatë pandemisë. Ka qenë Ariana Gushi, Goldi, I cili me të vërtet ka shpërndar donacione, po nuk ka pas shef kur më për më emrin, kështu që më thej rregullat. E shumë. Është Asim Gashi, një këngëtar I cili me të vërtet ka bashkëpunuar shumë me vullnetar për shumë raste. Edhe Asimi është thuaj pjesë e vullnetarëve. Është zonja Valentina Ahmeti, gazetare kanë lidhëshet e cila me të vërtet na ka përkrahur shumë
gjatë misionet tona, në grupin e kërkim shpëtimit, e shumë tjera. Që mos e cek tashmë ose të shëgjysë e misionit. Unë e kum një vetën krenare edhe grupi, edhe vullnetarë cilët fytyrat publike në Kosovë na kanë mbështet ko pas kohë. Është edhe djelza mos e harrej, cila na ka jap gjithmonë informacione apo edhe këshilla se për një rast qysh me dalë ndihmë. Domethënë kemi mbështetje jashtëzakonisht madhe, po mbështetjen më të madhe që kemi nga policia e Kosovës, ushtria e vendit. E di që keni persona me cilët doni mi falendru për gjithë mbështetjen që kanë afru juve nga këtë emisioni, pa i cek me amra se kush janë, po i falendrojmë që të gjithë që bëhen pjesë e grupit juaj për me i shpëtu kërkim shpëtimin me cilin e bëni ju dhe operacion me cilin e nisni. Kur jemi këtu te mbështetja, sa keni mbështetje prej institucioneve të Kosovës? Përveç policisë me cilin e përmendet ti, sa ju kanë dalë në ndihmë institucionet, qoftë me gjetjen e një personi ose me mjetët me cilat ju e nisni një operacion të kërkim shpëtimit? Grupi kërkim shpëtimit vullnetarët nuk kanë buxhet, as nuk pranojnë buxhet nga askush për arsye se nuk jemi organizatë qeveritare. Nga institucionet s'kom pas mbështetje kur. Flas ka fusha politika, apo qeveritare, parlamentare. Me policinë edhe FSK-n kemi bashkëpunim jashtëzakonisht mirë. Ne ju dalim ndihmë aty, ata na dalin neve. Ka biznese të vogla, ti quaj shumë të vogla, që mu kanë ofru ujë edhe bukë. Jo biznese të mëdha të cilat i shohim çdo ditë në rrugë, biznese shumë të vogla. Është furra e tika në Prishtinë, e cila me të vërtetë sa të marrim një operacion, gjithmonë pronarim thirr në telefon, thotë sa veti ki në grup që me ju bo boreka apo diçka. Gjithë. Edhe përveç atyre gjithmonë ka dhënë donacion për familje të tjera. Nga institucionet nuk kanë pas kurrë mbështetje. Ndoshta nuk i kemi rënë sy ende. Nga komunat hiç se hiç. Po nuk e bëj këto për më mbështet dikush. E kemi me vetë financim. Edhe pse ka njëherë, po mbesin në gjysë të rrugës për shkak të derivateve dhe financat që na duan. Po më nej na duhet logjistikë, ushqim. Po ju, ka bizneset vogla dhe individ caktuar si se ka më herët, të cilët na mbështesin kohë pas kohë. Po nga institucionet halas s'u kanë ofruar kur fundime. Mirë që kemi njerëz të vullnetarë si puna juaje dhe ju ndalim në ndihmë personave sepse kosovarë shqiptarët lihen për zemërqërsinë e tyre. Eridan, që të kthehemi pak pozitivitetit, urojmë që këto janë rastet e fundit me të cilat ju keni gjetur persona të vdekur, persona me të cilët janë zhduk. Cili është një koment që ti e ke marrë? Përveç se në fillim më tha që mos më thuj hero, në cili është një koment diçka që e marr mend që tu ka drejtuar ndonjë person gjatë punës tuaj ose diçka. Në koment diçka që është ndryshe nga ajo puna me cilën e bëni. Ç't ka bit ndoshta se të ka bëu mundi mirë gjatë kohës sa ju keni nisur një operacion tim. Po kthej në të rastin Maleshevës, ku një djalë që më ka bëu me çajt me të drejtën. More na tha me çish. Po e flas nga gëzimi. Po, e ho shumë mirë, atëherë shumë mirë. Më thërkën telefon non stop. Nuk e disha kush është. Nuk du me taku një minut, po du me taku një minut. Na vetëm e përfundu misionin me rastin Maleshev, me Tianin. Të lutem, po du me taku një minut. Thash po ai ishëm në bord të komunës. Një djalë i cili punonte në Lojsjells në Maleshevës, në kërkej falës, nuk e moj mend emrin. I nxjerrë atë për xhepit, i kishte palu mirë në mënyrë katrore. Thatë që ta po du m'ja dhuru grupit vullnetarëve. Tash po ndje shumë keq nuk pranojnë financa. Të lutem, për hir të Zotit, për hir të fëmijëve të mi, po du me t'i dhuru çdo për çeft. Thash, po m'ja shumë keq, po nuk marrim. Tash më duhet më konsultu me komplet grupin për me t'i marrë ty ato votar. Edhe i thirrë grupin, e thirrë psikologën, po affirmation edhe e prort FSK-s, dëgjom tharik, mos e merr veten me siklet, o ka shpreh një dëshirë. Ai djali më thotë, për pikë shefit jem të e bon, se nuk të ka diçka që është e madhe. Vesh po du për hir të Zotit sadak. Okej, marrë dhe i blej bombona sheqera. Na kishëm e shku në vizitë të Tiani mas 3 ditë dhe thamë t'i blejmë disa gjona. Edhe i shfryzova dhe tërshëm atina. Po që shumë ka bo krenar, që shumë ka bo dyqysh, thash, edhe nuk e njofsha.
edhe nuk di çka deshte me bëmë ato, thjesht deke me shpreh një dashuri ndaj grupit vullnetar me një vëtera. Ka qenë një ditë pozitive, edhe pse kishte përfunduar misioni me sukses, por një nënon më shfaq ky djali, një djalosh, ku e falenderoj pe studios ju, ka qenë dita më pozitive në jetën time. E falenderojmë na edhe personin në fjalë dhe gjithë ata me të cilët ju dalin në ndihmë gjithë personave dhe ju bashkangjitët grupit juaj. Ju kam bashkangjit grupit juaj. Po nga grupi juaj, ju ka bashkangjit dikuj në tjetër, ndonjë institucioni. Ka shumë preke, ato ku s'dohet. Mje keq Ridvan. Po kjo tregon sa çfarë pune të mire dhe pozitive bën jetë ke njerëz. Mje keq për ty është ndoshta rasti i ndjeshëm, po për dikë tjetër mund të jetë edhe shumë krenare. Edhe më rastisht do të di që kam pikëzimet. Mbrome kam shumë një status, ku më ru fat në tarmën Petrit Sekiraqës, i cili sot vetëm futët në testin e FSK-s, si kadet i ri i ushtrisë Kosovës. Petritin kam pas dorë të jashtë në grup kërkim shpëtimit. Petriti, djalë më disiplinun, djalë më punëtor, djalë më florita që. Unë i kam gjithë, inshallah së mjedhnohen. Po Petritin... Se cili ka veç hadinja, se cili është i rëndësishëm. Gjithë si një familje. Unë pas besin, shpendin, hajren, dulin, të gjithë, qëndrimin. Po Petriti ka qenë djalë i veçantë në sytë e mi. Ka qenë djalë shumë komunikus, shumë bashkëpunues në grup, shumë inteligencë, edhe djalë pa fjalë. Bëje punën, ai veç një fjalë ka pas në rregull nuk ka për jetu. E mbroma djema ka komtu lajmin që i bashkohet po futat në test për ushtrinë e Kosovës. Një nënon kam qenë njerëzakonisht i gëzushëm. Një nënon e hupa. Më largu një pjesari i grupit edhe për bashkohet të ushtrisë Kosovës. Përgjigja e Petritit ka qenë që do t'jem kratonën në sa që ke nevojë. Ridvan, në këtë rast ti ke hu Petritin, po e ka fitu gjithë Kosova. Kështu që mos e merr si humbje. Lumështria Kosovës çfarë djali ka me marrë në radhë vetë, sinqerisht po them. Unë kam shumë si ai në grup, për arsye që i stërviti vet, pa pagesë, pa interes, i stërviti në fushën e sigurisë dhe shënjestarisë me armë. Po Petriti është i veçantë, edhe halas po më i pajtohen se Petriti i dhalëm të mirë grupit. Jo, pëse nga ka bashkan gjithë Kosovës, kështu që ma mirë që ka dalë edhe kënej, se pëse që ka me pas shërbimin akoma ma të madhë. Unë të thash edhe po tam, lumë ushtria çfarë djali ka me pas. Ridvan, përveç kërkim shpëtimit, operacionet në cilat e merrni ju, grupin dhe gjitha këto aktivitete, me shka mirë diçka tjetër Ridvan në kohën tjetër. Sepse po të njohim si një person i kërkim shpëtimit, ndërsa pak njohim nga ona tjetër Ridvanin. Me profesion jam instruktor i gjujtjes, merrem me stërvitjet e mbrojtjes stafërt dhe antiterrorizmin në Akademinë Auto Defensit në Prizren. Si grupi i Akademisë Auto Defense dhe Iliria 2 Prizren jemi një grup jashtëzakonisht i stërvitur mirë në Akademinë e Izraelit. Dhe kemi dalë si me sukses nga akademia, tash kemi bërë akademinë tonë. Presim që shtetit na lejon me një nen që të vazhdojmë tutje me stërvitjet në lëvizje, për arsye se kemi ndaluar në stërvitje në lëvizje. Po si zakonisht me vitet të tëra merrem me këtë profesion, domethënë me ushtrimet mbrojtjes afërt edhe antiterrorit, edhe normal, gjujtje taktike. Sigurisht që profesionet që ndridhen në një rama tjetër në ndihmë ka shërbyer sigurisht edhe kjo që humanizmin, në të thashë ma e të humanizmin se cilë shqiptare ka në shpirt. Tu thirë për në Serez. Unë e kom pas fatin, që e kam pas Halir Kastratin afer gjithmonë, edhe Ariana Gushin, e shumë tjerë, njerëz që i kanë në humanizmin në shpirt. Po duke shku mas Halilit, vesh ka qenë e të më rritë sa më shumë humanizmi. Halil nuk më i bona kohë rasonës kërkush tjetër. Halil Kastrat është problem, edhe o problemi njek e gjojmë të tina. Për sa të pak, Halili ka qenë ai që më ka dhënë humanizmin më të madh për këtë popull. E që tashmë Ridvani po përcjell edhe tek persona të tjerë. Ridvan, cili kish me qenë mesazhi juaj për gjithë ata të cilët po na ndjekin tashmë në këto momente?
Kom dha shumë mesazhe, po s'po më shkojnë në vend ato ku duhet. Po shpresojmë që kësa hire po. Dashuria mes njëri tjetrit, ta duajmë njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin, të lëm politikën onash, se po shoh çdo ditë fyrje, sharje për parti politike, për lider të vet. Unë isha thirrë në Kosovës. Duajmë njëri tjetrin, sa të mundi. Partitë shkojnë e vinë, politika ndryshojnë çdo ditë. Komunikoni mes veti, zgjatja dorën njëri tjetrit. Jem të kaluar me një krizë jashtëzakonisht të rëndë, si shtet, edhe për shkak pandemisë. E jetë bashkohemi secili e t'i dalim ndim atij që ka nevojë për neve. Ridvan, falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësi për që në prezent në emisionin tonë. Ishte me vërtet të kënaqësi edhe po shpresoj që këto do të jenë rastet e fundit me cilat ju i keni pas një gjithë persona të pajetë dhe vazhdoni me operacionin e juaj të kërkim shpëtimit të njerëzve. I falenderojmë gjithë ata që të kanë bashkangjitur në këtë vullnet të mirë. Mirë që ka Kosova ende persona me zemër gjerë, persona të vullnetit mirë, edhe po ju dalin në ndihmë gjithë njerëzit me cilët ka nevojë, po ashtu po ju bashkangjitet edhe grupit juaj të shpëtimit. Faleminderit juve si media, me të vërtetë keni qenë gjithmonë mbështetës të grupit vullnetarëve, bashkëpunues me neve, se pa media të rrallë janë punë që mundem u kry. Ju falenderoj sinqerisht nga zemra. Faleminderit ty Ridvan. Të dashur shikues, ndeshëm kështu pras bashkë një intervistë të ndryshe nga sa ato të zakonshme që kemi pasur të sui generisit, po sido që të jetë Ridvani për kosovarët, shqiptarët, gjithandej personave që i kemi, mbetet një sui generis për nive. E nga biseda në studio do kalojmë tek një storje të terenit. Ndryshe nga biseda që realizuam, do i ndjekim një storje të 5 vjeçarit, i cili identifikon më shumë se 25 lloje të veturave. Është vetëm 5 vjeç, se disa më dëgjuat, dhe një më shumë se 25 lloje të veturave. E ndjekim storjen në vazhdim dhe kthehemi sërish në studio. Fiat, Nissan, Bugatti, Opel, Citroën, Seat, Land Rover, Lally, Gas, Renault, Audi, Toyota, BMW, Mercedes.
edhe po të bësh një shëtitje të vogël me të, nuk je për të ndërruar ndonjë muhabet tjetër përveç veturave. E përveç veturave, a i habit edhe me njohurit e tij rreth botës. Apo më tregon çka ka zbulu Einsteini? Ka zbulu gravitetin. Po, e çka është graviteti? Si është? Do që zvres me pres, Hajde edhe edhe një pa herë. dukshmëris. Hajde edhe një herë të shohim se çka është graviteti. Si është? Apo na tregon pak për Mërkurin. Mërkurin po. Hajde, çfarë planeti është Mërkuri? Është planeti më i nxehtë në botë. Me 1000 gradë. A që ka shumë i pas ka? Mhm. Apo më tregon në cilin planet? A din pse? Pse? Se është shumë afër diellit. Po, është e Edhe vërtet. planeti më i vogël. Bravo, shumë. Cilët janë njerëzit e parë në Tokë? Cilët janë ata që kanë ardhur parë në Tokë? Ademi me Evan. Apo më tregoni diçka interesante. Qysh u zbulu zjarri? Adin që shumë zbulu. Qërtu e abo një gur me një gur qështo. Edhe çka bo mandej? Një zjarri ma. Ndryshe nga këto njohuri që ka dielli, ai në të ardhmen ëndron të bëhet futbollist. Të dashur miq, ishte kjo e tëra për këtë javë. Ju nëse keni ndonjë rast si këto të Sui Generisit, na shkruani në faqen tonë në Facebook, Sui Generis, si dhe në Insideri TV. E për t'i parë zhvillimet më të fundit, video, emisione dhe shumë çka tjetër, klikoni në kanalin tonë në YouTube Insideri TV. E deri në takimin tonë të radhës, natën e mire, mirëmbëjtje.